Zoti Guaj, të përshëndes. Të falenderoj shumë për kohën dhe të uroj një vit të mbar, sa më shumë suksese në punën tuaj, si një shqiptar, një atletar i vërtet. Gjithashtu dhe ju. Me çdo gjë që bëni, ngrini zërin dhe na tërhiqni vëmendjen, duke na thënë që jo vetëm ne si të rinj që jemi këtu, por edhe atyre që janë pjesë e vendimarrjes nga ana politike dhe pushtetare, me ndoshta gabimet të qëllimta ose të paqëllimta që po bëjnë në ndërtimin thonjza që ne e shohim si shkatrim të Shqipërisë dhe shoqërisë tonë. Si fillim do doja që ta nisja me temën aktuale për sa i përket këtyre disa ditëve rreshje, jo shumë të dendura, por që ne kemi parë prej vitesh që shkaktojnë përmbytje të mëdha. Si e shihni ju si një ekspert që keni studiuar gjithmonë natyrën, si një inxhinier, që nga se vjen kjo problematikë që krijohet për një vezë shiu, qoftë 1 orë deri në 2 orë, dhe krijon këto përmbytje. Unë kam pasur shancin që në një universitet ku e qenë lënda arkitekturë mjedisore, dhe ajo më ka mësuar shumë gjëra. Jam bazuar në përgjithësi ke standardet gjermane, angleze, europiane. Bile kam dëtuar dhe një libër, Arkitekturë mjedisi, dhe më ka dhënë shumë informacion për të mbajtur qëndrim. Bile në vitet 2005 dhe në 2015, në parë kjo qeverisja aktuale, edhe na shkonte fjala dhe kemi, jo se kundërshtonim, por i thoshim që kështu mund bëhet më mirë. Ndërkohë që nga 2015, kur erdhi në pushtet si kryetari i bashkisë që sot është atje i shoku jot, shoku që është Durrës. Po që është Durrës. Uroj me gjithë zemrën që ndoshta mos e ke kap to përmbytje të tjera dhe ta keni çuar një kap më lart në burg. Dakor. Dhe kjo nuk është qesëndi, por ai e mori zullumin që kishte bërë. Ndërkohë, unë nuk them që po shpresoj që t'i ndodhi dhe këtij që është sot në qeverisjen e madhe t'i ndodhi i njëjti fat, por sepse nuk jam për dënuar njerëz, unë jam për gabimet njerëzore, për kur janë me qëllim ti atëherë e marrin një farë ndëshkimi ti, kur janë me qëllim. Dhe unë sot jam i bindur që qeverisja aktuale i ka bërë dhe po i bën me qëllim. Me qëllim? Po me qëllim, të lutem, me qëllim ti. Për shembull të prishësh pallatin e kongreseve, se do ndërtosh ti një 30 katësh që sheshin para. Se të prishët pallati i kongresit? Po, të lutem pra tash janë gjitha të tash kanë kalu këto, janë me këshilla bashkiake me. Po, zoti Pjeti Njuma, ajo ka mbajtur qendrim këshillin bashkiak kundër këtyreve, që unë e kam këtu në kompjuter. Prishet te muzeu do ndërtohet mbi muzeun do ndërtohet një grattaciel mbi muze. Do janë 3 kate muze që po në riparohet, që s'ka patur Shqipëria muze kur, nga 2015 dhe këtej. Unë e mbaj mend sepse kam organizuar shumë aktivitete atje që muzeu gjithmonë në ndërtim. Për çfarë? Po mos i treguar tuajve që Shqipëria, në mënyrë që ata të shkojnë ke bunkeri, që Shqipëria është bunker 45 edhe këtej. Baballar akoma të jenë bunker. Bunker sot, që baballarët e tyre i vranë, edhe fëmijët e tyre sot këta i ndërtojnë bunkerin. Pra, ato e kanë mbajtur gjithmonë në rekonstruksion atë që me qëllim që të huajt, vizitorët e huaj mos e shohin domethënë muzeun. Po patjetër pra, Shqipëria është bunker, Shqipëria ka është 41 dhe këtej Shqipëria për të huajt. Dhe kur vin ke shtëpia në Berat, tek muzeu që kam unë, ata çuditën që çaja jam unë një qytetar i thjesht, një muze mikro. Dhe ata çuditën, në Berat s'ka muze etnokulturor. Që ka një individ, imagjino që nuk ka Shqipëria. Po, në Berat nuk ka muze të njëjta gjë, gjithmonë rekonstruksion. 4 vjet po bëj unë Berat, ke shtëpia e babait. Një qytet historik. Historik, s'ka muze, veç Onufrit që janë pikturat e kishit mesjetare, nuk ka muze tjetër etnokulturor. E pamjaftueshme domethënë për një qytet si Berati. E njëjta gjë në Tiranë. E tham këto ndërtimet. Tash i ke një ndërtim llatarshëm. Po. Kjo përsa përket që thatë ju përsa përket pjesë historike dhe muzeale, por ajo siç ka është ajo që është e përditshme jonë, sa ndikon në vështirësimin e jetës tonë dhe që bën atë më stresuese dhe më të vështirë. Bravo. Në 2012, me anë të një organizmi ndërkombëtar, ne u mblodhëm 5 profesorë ose na mblodhën, edhe bëjmë një strategji mjedisore. Dhe projektuam rreth 72 sheshe nga 10.000 i bie 1 hektar deri në 2.5 hektar. Sheshe publike, sheshe për fëmijë, për vetëm Tiranë, për flas Tiranë. Vlesimi strategjik mjedisor i Tiranës. Dhe e mori ai shoku jot atje në Durrës, që ti e uron ose zëri për mbytje. E mori ai dhe tunte atëri. Ja dhe tuntet si një vepër kriminale, si një herezi atë vepër. Dhe ç'a bëri? I mësoi ku ishin 72 sheshe,
Edhe i zuri me pallate, këto që ke di. Asnjë nga ato sheshe të lutem, asnjë nga ato nuk u la për sheshë kriminale të gjelbër, për sheshë, po ky është zhullume që po themi pra. Dhe të gjitha ato 72 sheshe, nga 1 hektar, deri në 1 hektar thonë 10.000 metra katror, por flas 10.000, 100 me 100, deri në 25.000 metra, që thonë 100 me 250 metra, ta bëjmë më të lehtë për publikun. Të gjitha ato janë në pallate sot. Dhe unë kam vërejtur me kujdes, që një njeri që unë e dua vendin tim vëllai. Unë nuk kam asnjë urrëtie për njerëzit. As për të shokun tënd s'kam urrëtie unë fare. As për zotin Rama nuk kam unë urrëtie. Bile Rama kur më shef më respekton sepse ai e di që unë s'kam gjë të keqe me njeriu. Faleminderit. Si individ. Por vetë shkenca ime, investimi im shkencor nuk më lejon nuk e përshtyp dogma. Shumë e bukur. Për shembull, kur gabojnë këta që vunin senatorin e Elbasan, unë i thosha zotit Koka, s'pa nxjerr shkenca më i uruar tash 25 vjet në mjedis që ti ndërtohesh një senator dhe një lamtill në zhavore të Zallisës Elba. Nuk ma nxjerr më, nuk e kuptoj dot më buri edhe. Dhe kur e morën telefon, shoferi një ditë tha ja që kam takuar profesorin, tha e lera tha se nuk e dëgjova. Tash që unë vetë takoj se ka dalë tani. Pas sa kohë është ai nuk e dëgjova. Aty brenda ku ishte brenda. Lera tha se nuk e dëgjova. Pra, e njëjta gjë që ndërtimet. Tash i vim ka rastin më flagrant. Ke diga që kemi afër këtu. Po, që kemi cekë, kemi bërë një temë ne atë ke diga. Ndërtohen tani 5 pallate, 17 kate dhe një 55 katësh, 6. Po. Tjera prapë? Ora, po ku jeton ju? Po të tjera më dëgjojmë. Po mirë me çfarë temë. Nderuar, nuk i dëgjojmë fare ato gjëra. Nderuar i vet. Ora, ta e kam më shumë sinqeritet. Po edhe unë kam. Po nuk i dëgjojmë, po nuk ka problem. Po do dim ne domethënë që të ndërtohen 5 pallate dhe një gratë çelë. Komunikimi pra, mirë në rregull, dakor. Atë është sigurt, 5 pallate. Po 5 pallate, 17 kate me 2-3 kate në të, edhe një 55 katë ku është Ballkani Universitet. Si bie, Universiteti Ballkan që është? Ai universiteti aty. Aty do Marin Barleti. Marin Barleti, po. Ai aty 55. Më çik më tej që kanë filluar punimet, është zënë ku ka qenë pjesa me ato. Që kanë brenda këtij liçeni, më nova thësh të bëhen mrengë liçeni aty. Priti, aty brenda do bëhen, po atë dëgjoja të lutem. Qesh sa dushi, edhe një herë se po ngres zërin tash pra. Atë do ndërtohen 5. Ne i themi si inxhinier. Do të bëjmë për prit ato që mos hapet uji liçenit. Dakor. Tash edhe një herë. 5. Ndërkohë që ne kemi vërtetuar, unë e ca të tjerë kemi vërtetuar që nëse në vitet 20 apo pa filluar kjo vetëm me tërmetin, kishim 1, 2, 3, 5 mikroqarje, sot mikroqarjet e digës janë nga 1 mm dhe 1 cm. Nga 50-70 sot janë mbi 600-700 mikroqarje. Nga një gjelbrim e barë, sot ke 10 pem ai i dursit. Që i mbodhi që nuk lejohet të mbjellësh ti pem në digë. Vazhdojmë, aty ti ke gjithë rrugën, që është 2 kalimshe rruga, e ke mund rreth së digës, që mund kalonte 1, 2, 10 makina. Aty kalojnë 100.000 makina në ditë, që do të thotë vibrim për digën. Pika më që ka më shumë trafik, ka më shumë lëvizje trafik. Edhe makina të rënda. Vazhdojmë, kjo diga nuk është homogjene diga, si diga e Thjerzës, sepse u zbulua një formulë japoneze që e Thjerza e lartë. Ndërsa këtu është një 57 me tokmak, digë me tokmak jo homogjene. Tjetër, kanali i rrjedhjes digës që merr 3 prej, një nga kopshi botanik, një në digë, në liçen edhe një që vjen nga artificial pylli i Tiranës. Të 3 këto bashkohen në digë, aty ku do ndërtohet. Dhe këto ecin te ky kanal 200 cm i diametri, 2 metra diametër, dhe kur vete ke keshi kanali, ndron drejtim në 90 gradë, edhe kanali kthehet nga 2 metra në 1 metër. E pastaj deri në bllokohet aty. Faleminderit. Po mirë, këto nuk ka njerëz aty që për shembull që i shohin këto gjëra që bëjnë të lloj llogaritjesh. Më pyete për ndërtimet, po ora ka ikur shkenca inxhinieria më valla. Ka ikur kanë shif vend edhe kapë ndërto. Atëherë, edhe tani, ja te ke përballë. Ktu ishte një hapësirë që në formë uje, që ky pallati i shef, ky pallati këtu shef, edhe kjo tjetra shef, edhe kishte një shesh. Do ishte lavazh, po ti atë lavazh mund ta kthejë në hapësirë shplose për këto 3-4-10 pallate. Zuri edhe veç aty është 72-ve, po zuri të gjitha hapësirat midis pallateve. Dhe i mbylli pallate nga një formë uje, që do të thotë secili shikonte dajtin, kur është në formë uje pallati, atëherë shikohet dajti. Se këtej është dajti. Po, dajti këtej është. Ndërkohë që ky tash të vjen me një 13 katësh tjetër, bile tash po vjen me 20-50 katëshe. Dhe ky e dëmcoi, me që më pyete për urbanistikën, ky e dëmcoi qytetin,
ku ti nuk lëviz dot me automjet, nuk ke ku parkon makinën më. Këto një vit në këtë zyrë që jam unë. Këto gjëra ju i keni thënë prej vitesh, por sot ne i kemi të prekshme. Sot ne na ka kaluar në stres të përditshëm, duke shar, duke rrahur me njëri tjetrin. Ke kaluar tani nga 40-45 banor për hektar, që është norma për të jetuar njerëzit, me automjete, me fëmijë, me kopshe, me hapësira publike e tjera. Ke kaluar 150 banor për hektar që është Hong Kongu, qyteti më i dëndur, e kalon 140 e ka ai. Ndërkohë tani ti je 1500 banor për hektar. Je 10 herë më i madh se Hong Kongu dhe Hong Kongu është 3 herë më i madh se Normalia. Pra ti je sot 1500 banor, kjo është edhe vërtetur 2-3 vjet përpara se tash mund të jesh edhe 2000. Po sigurisht më keq, sepse nuk ka një hapësirë që ky gjati apo ai aty në Durrës, që kanë gjetur një hapësirë, ai shoku jo, kanë gjetur dhe nuk ka menduar ai që të ngrejë një pallat për të parkuar makina, pallat vertikal, po ta ndërtoi për pleqet, për moshën e tretë, për Grand Stadzane, siç e ka kudo më Zagrebi, Gjokri qytet, Serbia e re, birtash, Beogradi i ri e tjera. Nuk ka të tilla gjëra. Tirana, një qytet i pajetueshëm kompleti. Dhe kur e pyeta njërin unë që hajde me zyrën ke mua, pse do të ikësh ai? Po unë kam ndërtu pallatin dhe ai. Po kur e ndërtova as kisha fëmijë dhe ai. Tani kam fëmijë dhe ai, edhe s'kam kulozi fëmijë dhe ai. Do ikte jashtë Tiranës. Se këta e zgjidhin dhe po unë ç'di bëj. Unë këtë zyrë kam. E kam bler 40.000 euro, tani kjo zyrë i bëra vetë rregullimet, e bleva që në binar, ku të vete, me zyra po me shtëpi që kam Tiranë. Ku do vete, s'kam ku vete. Sepse është me të vërtetë unë tash një vit, unë kam problem që të marr automjetin, që të bëj një shërbim Tiranë, ta zëm nuse djalit të diku. Po, sepse mendoj që kur vi ku do vete. Pra, e tillë është bërë Tirana, pra. Po marr një shembull personal për të që është shembull i gjithëve. Ashtu i gjithë, bravo. Vazhdojmë të shikojmë tek përmbytje, po. Pse do të ke përmbytje? Po pra, atëherë, kjo hapësirë edhe Durrësi po ke ndërtohet. Njëta gjë. Tirana është modeli. Se ju keni studiuar edhe Durrësin, sigurisht. Tirana është model, unë kam aftësi të lindur qëndrimin kritik inxhinierik shkencor ndaj një problemi. Jo, ti jeton dot pa këtë gjë. Po. E kam të lindur një dhe ose e kam mision. E kam mision. E kam duke që i shërbej, dikur gjyshi i shërbente me armë, tash unë shërbej me dije. Ako unë këtë e kam detyrë. Atëherë, pra, Durrësi modeli Tiranës. Vazhdojmë, qyteti Fieri modeli Tiranës. Si mundet ti në Fier një qendër që ishte një sipërfaqe 1 hektar pyll, që quhet qendra e Fierit me pyje, dhe ti e ke bërë ndërtime kur e pas, unë jam burruar shkencërisht në Fier. Nuk ekziston më parku rinia në Fier. Janë vetëm 3-4 godina të mëdha që kanë prerë dhe pyjet, edhe të merr, ndërkohë që ti mund ta zgjeroje çik më tutje. Po lere, pra edhe këta, vim ke pyetja. Duke qenë se çdo hapësirë publike, që ishte sa publike, sa e gjelbërt, që do kishte një mikropyll, dhe Berlini për shembull, është 4 milion banor, po ka një 40 mikroqytete në këtë ndarje. Brenda Berlinit. Brenda Berlinit janë 40 mikroqytete që ndahet mikroqyteti me mikroqytetin tjetër. Por në mënyrë të organizuar. Në mënyrë të organizuar, po ndahen me pyll më burrë. Pra, kur kalon ti nga lagja Tiranë e re. Po pra, do ta them. Vetëm ta mbaroj këtë. Atë po të ndahet lagja Tiranës me komunën e Parisit, me Vasil Shandon, vazhdo Tiranë e re, vazhdo qytet që themi ne jam sot vizioni Don Bosco, Paskuqani, to të gjitha që quhen qendra pole, do ndaheshin njëra me tjetër me brez pyjor, me qendra të gjelbërta që do të thotë që ky shi që bie, nuk e mbyt Durrësin brenda 10 minutave. Sepse një pemë kanë thënë ka qerti, po thuhet vërtetën thotë ai. Thuhet vërtetën me 100 herë se me mira herë thuhet mashtrimi, është një porosi. Edhe po e them për 100 herë. Që kjo pemë që thith 300-600 litra, varet nga gjetja, shi, do të thotë që kjo 300 litë shi, apo 600, nuk shkon brenda sekondës në rrjedhjen. Ke zënë trotuarin ti, dynja me ndërtime, dynja me paviment, me trotuare, me plaka, e ke zënë sipërfaqen, e ke kthyer në sipërfaqe jo rrjedhse, po sipërfaqe që nuk e mbledh ujë, po është ndan ujë, që quhen trotuare, i ndërton dhe i heqet edhe pemë aty, që do të thotë që një pemë 300 litra minimalen. 1 hektar ka 1000 pemë. 1000 pemë 300 litra bëj kaq. 100 hektar, 10 hektar që do ishte çdo zonë nga të paktën ato zonat 1 hektar, i thon 1 hektar 1000 pemë 300, u thith ky volumi shiu që ra. U thith ky. Nuk vete brenda sekondës te rrjedhja për të përmbytur. Vazhdojmë me këtë përmbytje kanalet, gjitha të bllokuara, volum,
kanali i kësajtë, i shakimit të urave, volum mbetjes të edhura, plerat të edhura, inertet të edhura, ka zënë një volum, do të thotë kanali mbushet më shpejt. Lumenjt, me një vendim jo shkencor, që lumenjt mos i prekni, ndërkohë që lumi preket në varësi të prurjes që ka, se prandaj sjell i uruari lum, që të prandaj quhet luma i themi ne. Pra lumi është lumturi, nga fjala lum vjen lumturi. Luma i, domethënë që ka lumenj. Ka të mirat e veta, por jo duke abuzuar me marr për te asaj siç kanë sjell. Patjetër, jo duke abuzuar, po anash me po në rregull gazetari i nderuar. Po prandaj ka inxhiniera që do të thotë që lumi sjell 100 ton, unë do t'i marr 20 ton ti. Do ta lë pjesën tjetër që i duhet lumit. Po do ta lë më burrë. Po do t'i marr 20 ton, po 20 ton i thon 30 metra kub që ti e lë, do të thotë që 30 metra kub ujë kur vjen nga shiu, ai do shpërtej nga lumi. Pra, do dish të bashkëpunosh me natyrën, ta përdorësh natyrën, jo ta shfrytëzosh natyrën, jo ta keq përdorësh natyrën, jo ta shkatrosh natyrën, po përdorimin që do të thotë merr 10%, 8% një shifër, ta do ta bësh. Po, pra, i mbledh të gjitha këto edhe urdhoni pyetje, vjen përmbytja që më pyeta. Saktë. Në këtë pikë ku jemi ne, me këtë lloj përdhunimi që i kanë bërë natyrës. Po përdhunimi, po shumë drejt, bravo. A ka një formë ose një mënyrë që ne të kthehemi pas se ta rregullojmë këtë gjë, domethënë. Në këtë pikë ku jemi, siç e keni parë ju që e shohim edhe ne në përditshmërinë tonë në syrin e lirë, po ju e shihni si profesionist. Po falenderoj shumë që sepse ka për shembull një mundësi për ne që të ndalemi dhe të kthehemi, ta rregullojmë këtë gjë. Unë të falenderoj shumë sepse ka dhe gazetarë që zin pyesin. Edhe kur nuk di të pyesësh, nuk di sa përgjigjesh. Jo, për gjë me shumë vëmendje, se ndoshta nuk jam ekspert i asaj gjë. Jo, ndërtove, jo për mua, si njeri i vendit, shumë mirë, falenderoj bile. Tani gjithmonë ka, sepse toka vet ka aftësi fenomenale gjeneruse. Po gjithmonë, duke qenë se ti bën 1, 2, 20 prapësira, edhe ajo do kohën e saj. Dhe koha e saj mund të vi për 100 vjet, që ta gjeneroj vetveten, se kështu ka ndodhur. Por ndërkohë, qoftë se ti me vendimarrje, si inxhinier, me politikë bërje, e ndihmon këtë gjenerim, atë pse 500 vjet, mund ta bëj për 1 vit. Pra ka që duke filluar që sot mjafton të mendosh ndryshe, ti si qeverisje, ti si politikan, që si ndihmohet toka që të gjenerojë vetveten. Sa duash ti forma inxhinierike ti. Dhe inxhinier prandaj është lënd. Inxhinieria është ai që krijon në natyrë. Prandaj quhet ingenios, shpikës i marrëdhënieve të njeriu me natyrën quhet ingenios. Dhe nuk është se nuk i dim, po thjesht nuk na pyet njeriu më buja. Nuk na situata ajo peja e meshkove. Nuk na shu njeriu më buja. A mund të them unë ty që me ministrën e mjedisit 4 vjet që iku zonjën ministre, s'po ta them me emrin e fundit, edhe po çfarë dieta, çfarë e thash, vetëm një takim bëri me ekspertët mjedisor apo me inxhinierët e mjedisit. Po mund të jenë diku inxhinier do teknik. Mund të më thoj doti mua, ka ndonjë ministër që të pyesi grupin e inxhinierëve, a ke dëgjuar ti që ky kryeministri jon të kenë mbledhur një shoqatën e arkitektëve shqiptar kurrën e kurrës? Kurrën e kurrës ti. Kur i mbledh herë të ndërtuesit i flet kështu. Sepse gjithë arkitektët që ndërtojnë këtu janë arkitektë që s'ja u ndjen për Shqipërinë. Mjafton ai të marrë një shumëfish të projekteve, sepse gjoja si gjurmon njëri, se këtu edhe merren vesh gjërat. Ata nuk i gjurmon, tash po dalin. Që se si ka bashkëpunuar me 7-8 veta, familje e mëdha oligarkës, me vërtet që nga oligarki, se mendoja dodi, sepse në Gjermani, edhe kur qeveria e fut në gabim biznesin, oligarkun, ai nuk e prish natyrën. Po thot deri kaq. Po është shenjtë, nuk e prish ai. Nëse këta oligark, me vërtet, këta ka marrë pjesë në shkatrimin e vendit, në shkatrimin e dinjitetit, në shkatrimin e vlerave të kombit, e vlerave të natyrës. Dhe gjithmonë e kanë menduar me 3-4 pasaporta që një ditë që do i ndonë ata ikin. Edhe fëmijët i kanë jashtë për shkolla. Këta shqiptarët e tjerë që përmbyten, që i përmbytet shtëpia, katandija, gjitha këto që bashkëpunojnë me këto, që punojnë me këta më saktë, domethënë që ushqehen nga këta për një rrogë apo ku diun për një çabu. Këta ikin, do oligarët që thotë. Po prapë këta janë ata që pjesë zinxhirit që qëndrojnë po këtu, e vuajnë të. Me le, rasti freskët. Ndava ndihma në fshat këtu, tuti nga përshkruja. Edhe ata banorët, profesori Mata, dakord. I çova ndihma, 4.000 kg me holon kalant. Edhe po mangoshin për gurorën, ku punonin vetë ata. I thashun, viju ndihmoj, i thashun. Shaj kokë fare, thashun. Po jo tani, thanë ata. Sepse gjoja këta punonin aty. E na pritë dhe njëra të monë,
kjo qeverisje, kjo politikë, ushqyer frikë. I ka ushqyer frikë një. I ka lënë shumë të varfër. Varfër. Duke qenë të varfër, edhe unë jam i pasur më vëllai, po nuk jam i varfër më për edhe. Sa të jetoj, sikur nuk do fitoj 1 milion, fitoj 200.000, jetoj shumë bukur me 200.000, sepse jetoj si prifti. Të njerëzit që nuk e kanë të tjerët. Duan që ta kenë paran për të kënaqur epshe apo për të kënaqur lumturinë atyre kocekodi dhe tha, por unë vitesh, jo tha ai se imagjinoti çka kanë bërë këta, ku kanë punuar, ke nervi. Që është guximi, e ka vrarë nervin e guximit. I ka bërë të gjithë, është i është atletiku, ç'më duhet mua më bëj edhe. Unë vetë marr pjesë ke ai, edhe kam telefona, profesor e ti di kush është ai, le të jetë kush doj më, është një qytetar. Po, është një qytetar që po ngres zërin, dil ti dhe unë se dalë me ty unë, dil dhe ti tjetri, unë dal, pra unë vetë pastroj shpirtin tim. Unë vetë ngrihem që nuk e quaj vetën bashkëpunëtor me këtë qeverisje që ka bërë. As me tikun. Për vetën. Po, pra, faleminderit. As me tikun. Kjo do të jetë ajo që do zgjohet këtë gjithë. I kam thënë as me tikun, dal, shfrytëzoj një pikë, një vend, edhe ku ditë tem apo ditë bëj diçka. Apo s'është kjo djegja e pyjeve në verë në qytete ndryshme në malet e Shqipërisë, le të themi kjo shkak pasoja me përmbytjet? Po, faleminderit shumë. Shiko tani. Ç'është ndodhi? Pra, ne jemi keq edhe në verë dhe në dimër, do. 2 gjëra, plerat dhe pyjet. Ti më pyet për pyjet, po unë do të them edhe plerat. Ç'është ndodh? Duke qenë se ka ende moratorium, do të thotë që lejet i jep vetëm njëri atij, kryeministri me një tjetër, ndihmës. Ai që flet gjithmonë në parlament. Dhe këto leje tani i jep për një druaj. Gjoja do pritet ndru për komunitetin. Ai. Taulan Balla? Por the vet stagjent. Jo, po vetë flet në parlament, po stagjent. Flet më shumë parlament. Ja po se unë di rastin. Nuk para shkon se ka takime. Di rastin ka që kur pritesh pyllin në darë të librazhit, edhe vetë ke shtëpia ai, edhe detor ministrie. Edhe i thanë ata me automatik. Jo këtej rruga dhe nga edhe un kam 40 vjet ai që kalojnë këtë rrugë për shtëpinë time edhe. Bjeri nga ana saj, se aty kalonin makinat me drutë që shkonin në Greqi. Dua të them që këto pyetje që merr leje, duke qenë e vështirë moratorium, 1-2 veta marrin leje aty. Pra është rritur pjaca. Po, është rritur pjaca që jo 10 veta për leje pyetje si përpara, po e merr 1-2. Edhe do thotë që do pagosh më tepër. Do të thotë që për një dru merr lejen ai, pret janë 10 druje, lloje drush, me panje, me pish zez, me pish bardhë. Druj duke prerë dru domethënë. Po, druj duke prerë dru. Bukur. Tani u prerë druj. Jo 1 hektar, po 10 hektar. Dakor? Po çdo 10 hektar. 10 hektare, 1.000 pem, i thonë 10.000 pem. 300 litra, be sa veti se sa ujë do izolohesh pa ardhur direkt nga librazhi, nga kuksi, nga dip se njëta skenë, nga tropoja, pa ardhur direkt në lum. Rin aty flen. Edhe janë për ditët kur nuk ka shi, avullojnë ato. E mbajti këto. U pre pylli tani. Dhe jo vetëm kaq u bë. Mirë që u pre pylli 10 hektar. Po do vej do digjen 30 hektar aty, sepse do digjen gjurmët. Që ky mori 10 lloj pemësh, nga një që kishte det ju marrën, koçimaren për dru zjarri, për ta fshatar. Ai ka fshatar atë gjeti pse do të prepyet tash, se s'ka më fshati boshi, po leja vazhdon e jepet edhe ai e merr, që e pret durin, gjoja të japi komunitetit, se lejohet këti. Duri pyllit quhet gjoja i komunitetit ose i komunës apo i njësisë administrative. Dhe këta ati pasi e presin 1 hektar me këtë lloj mënyre që tash 10 lloj pemësh, pastaj i vën flakën ku vete nga 1 hektar apo 10 hektar vete 30 hektar, që të rumbasi gjurmët. E njëjta gjë plerat. Mbasi ka marrë 1 milion euro në vit ai për të trajtuar 100.000 ton mbetje në vit, ai ka përdorur 200.000 euro. 800.000 ai ka paguar për zgjedhje. I ka paguar për që nuk i bën, i ka bërë ato ishin lek për informim publik, për të ndruar kazanët. Ai ka patur lek ato për të bërë mbulimin e landfillit. Ai ka patur ato lekë për shumë zera, mund të jenë mbi 40-50 zera që duhet bëj ai me ato 1 milion lek, 1 milion euro. Ai si ka bërë ato. Këtë që mi ka qenë drejtim, e kupton vetë, në zgjedhje tek kryeministri, kudo i ka quar. Ta çfarë do bëj? Do vetë ta djegë atë. Do ta djegë se s'bën për këtë. Dhe gjitha djegët që gjuan ndonjëherë të zbulohet kurrë e kurrë, se janë vetë taj që djegën më. Dhe unë kam është vërtet kjo? Po është vërtet. Unë shkoj kapim pensionizëm 85 vjeç. Pastaj kapin nga ata që këndesin cigare e vuret i zjarrit.
Kupton dhe? Prandaj edhe Trumpi thotë që mos u merrni me peshqit e vegjël. Ka dëgjuar porosi nga Kongresi Amerikan. Për Shqipërinë. Sepse leku kalon nëpërmjet krimit, i cili administron ministrat, to Trumpi. Tha ai, jo unë, kujdes. Tha ai. Jo, e qartë. E njëjta gjë e këtyre ti, po citoj po, e ke të shpërndarën gjithta. Dhe edhe kështu është edhe si pylli, edhe plerat e reja. Me pjellin ke më shumë problem lart, me pjellin lart dhe me pjellin poshtë. Do të thonë me Tiranën se si po ndërtohet ose qytetet apo pra vjen shkak pasoja jo apo edhe këtu kush dëmtuar më shumë pra qytetet poshtë apo malet lart me shkatrimin e pyetjes. Ajo nuk ka krahasime, po ajo ka thjesht nuk janë zbatuar norma inxhinierike edhe me pyetje lart, po ti ke akoma sot me 10 mahune nga dajti i zbesin poshtë me trati. Dakor, ku shkojnë dot? Po. Tash do thuash ti që do pritet duri sa detyrë ka njeriu. Tash kujdes ta përdori. E tham pra. Përdorim do të thotë ta përdorësh natyrën deri në 10%. Keq përdorim ta përdorësh deri në 25%. Shkretim ose jo, shkatrim, pastaj vjen deri 50%, shkatrim barbar deri në 75% dhe shkatrim 0 deri në 100%. Pra, ku janë ma thuj më që më ndave. Po ta ndava po. Këta janë ke 80 po e lani 10% 70 kundërn pra. Në vend se të përdorin 10%, ta 10% lënë se 90% e ka shkatruar. Shkatrim barbar. Dhe këto unë i kam me madje, të lutem. Unë i kam me madje. Me fakte konkrete. Me fakte konkrete kush doj. Dhe për ti gjë, unë kam bërë deponime në prokurori si individ, si sazan, si qytetar, si profesor, si ekspert, si duash. Po nuk ka edhe prokuroria mbështetjes aty në prokurori. Prokuroria më sjell përgjigjen që kam këtu kollaj, më sjell përgjigje po falenderoj shumë. Për kë? Për djegjen e plerave në Elbasan, për hedhjen e mbetjeve të Bakrit në lumin Fan, që et një mbetje Bakri, një ujë të shkarkuar me pH 2.5 me acid të djeg dorën në vend, 2.5 acid, se norma është 7 që duhet ta hedhej, 6.5, 6, ai e 6 me 7-ën, 5 me 6-ën, do të thotë 10 herë më e ndotur. 4 me 5-ën dhe 4 me 7-ën i thonë ja 100.000 herë më e ndotur. Kur pashi është 4, nuk është 4, 5, 6, 7, 3 njësi, po janë fuqi të 10 ato. 7 me 6-ën, fuqi të 10, po 5 me 7-ën, 10 herë 10 i thonë 100. 4 me 7-ën, 110 1.000, pra 1.000 herë më i ndotur. Pra, me televizje shko shumë fish ajo. Shumë fish. Ky është një. E dyta është plera e Elbasanit. Pra, e treta është derdhja e naftës në lumin Vjos, që kapi një austriak gjerman. Shumë e rëndë, që gjithë depozitat që mbledhin naftat e mbetura, të shoqërisë Alpetrol, të gjitha hidheshin në Vjos. 1 euro kapë, 1 euro kapë. Atëre, ky prokurori, si mundet mos punoj, mos më thrasi mua dale, e para, si ekspert, e dyta, si qytetar, e treta, të bëra kallëzim, një përgjigje. E katra, se bëra për vetëm më bëj, e bëra për mbrojtur qytetarët e dignitetin e këtij kombi, që ka dhe që janë të ndjeshëm, ka që i ka vrarë nervi. Që duhet shkojnë spak zoti Guri? Duhet shkojnë se s'bën apo jo, se nuk është ndodhje ta zëm një ndodhje që ti o dhe plera do në vendin e duhur, siç është komshiu te komshiu për shemb. Bravo. Ti po bëhet fjalë që një landfill dampe, interesi i madh, po priti. Dampat e që digjet në Elbasan, që u doj këtë verën e kaluar, nuk është se ndodhi Elbasani, mik, sepse dioksina dhe furani që ja jep në ajër janë që nuk treten kurrë. Ja kalojnë në armës bërtamore. Nuk treten. Po nuk treten këto dy lëndë, aty janë shumë lëndë minerale që edhe mund të treten, edhe mund të shpërndahen, mund të zbërthehen, kobalti, kadmiumi, hekuri, nikeli, ndërsa dioksina dhe furani, që zbërthehet në 4500 gradë Celsius, çka gradë, temperatura 30 gradë, 70 gradë, ja e zjevet ja të ujin, 800 gradë, bie fjala. Ato nuk treten. Dhe ato shkojnë në bimë, në qumësh, në lopë, te njeriu, pra shkojnë të patretshme dhe shkojnë dhe depozitojnë në organet sa gjenitale, sa qarkullim gjaku, sa sistem nervor, sa sistem veshkor, e ti thua që të sëmurë në spital 25, 20, 35, po pa tjetër, me këta ajër, me këtë tokë të ndotur, me këtë ujë të ndotur, po pa tjetër që do kesh edhe mirë dhe kaj që bjeton. Pra, këto janë përgjësi kriminale, nuk është përgjësi shpërdorim detyre, që kryetari i Bashkisë së Elbasanit nuk ka marrë masat e dura, inceneratori nuk punon inceneratori. I ke derë ti 120 milion euro për atë incenerator, apo 180. I ke derë dhe ai s'punon, sepse duhet që kompania private ja kalonte bashkisë, dhe bashkia akoma nuk e ka futur në punë se si ta fusë. Sa pas në Shqipëri. Po në rregull, patjetër, po ti diskutoj 40 milionë që si të mund ty për një kafe 5.000 lekë argjim që bëjmë ne, o ti unë o unë ti. Po e qartë. Edhe ti diskuton. Shumë para pas pasur. Dhe sa këtu bëhet fjalë 50 milionë euro si 5.000 lekë më burrë.
Edhe një popull shumë i varfër, është trup i madh që se ai të kishte edhe ti more mbi këtë pasje. Po ti ke një popull varfër, që të vjen keq kur i sheft. Të vjen keq. Unë që më kishë Venezuela si populli Venezuela. Eksakt ashtu është, edhe mos e përmend dy herë pra. Eksakt ashtu është. Këtë e kam thënë para shumë vitesh, që të kesh naftë për frym, si Venezuela për frym, ndoshta ajo 3 fishin. Për frym Venezuela se ne, 2-3 fishim, po e ne kemi ti. Sa për vete 1 milion ton për 3 milion banorë, sot ke bajtur 2 miliona, 1 milion e 800.000, ti e ke naftën tënde ti. Është turbi madhi. Po si ka mundësi. Është turbi madh, ta marrësh ta naftë, ta qosh në Ankon, ta të pagosh ti det andej. Po më thosh ti miku im, para disa ditësh shkosh në Kosovë ta marrësh me 900 lekë naftë. Po, eksakt. Do ka shqiptar që shkojnë në Kosovë. Me 1100. 1100. Po 1100. Një euro e 10 cent. Po, bie me sa karon euro bie 900, 1000 lekë. Hajde me 1000 lekë. Po, dakor. Po sot në Shqipëri kemi 1800, 1750. Kosova çfarë taksë është kjo që paguajmë ne, domethënë 1200 lekë kemi vesh taksë, akcize, gjëra, domethënë. Po mirë, më që po mendet taksat. Atë nuk duket dy absurde që ti ke një taksë për akcize, një tek nafta. Ti ke një taksë litër për naftë, 2. Ti tash e pagon vetë rrugën e Komit, e pagon ti. Biletie ke ose 6.600 lekë ose 500. Pagon edhe këtu, përveç para se shkosh tu edhe thon angashari, ti pagon 3000 lekë. Ti pagon 6.600 lekë për rrugën e Komit ose 5 euro. Ndërkohë që ai në dokumentat deklaron 5 euro. Po 1.600 lekë ku shkojnë? Po. Se e llogarit me 1.4 që ka qenë. Tjetër. Vjelli. Mundesh ti që mos kesh një makinë për krip edhe 25 aksidente para 2 ditësh? Po. Një makinë me krip. Skandal. Krip antet, ke kripun vet. Hajta merre në Serbi. Gjysore larg. Gjysore larg, bravo. Atëherë po ndërkohë ti e ke paguar lekun e mirëmbajtjes rrugës, se është lek publik, taksa e rrugës Komit. Është bërë me lek publik pra, me lek tona. Një nga Majkua, një nga Nanua. Herë marrë nafta, herë marrë trau, herë marrë 1.4 që po me ty pastaj ke kripën e marrë. Tash qeshti tash. Qeshti, dakor. Jam shumë kurioz për Durrësin, meqense e kemi si temë që po ndodhen do përmbytjet prej shira. Ç'shira do ne? Ç'shira. Ne më shumë jemi verë, domethënë edhe ndimër, po është koha po verë. Doli dielli. Do është shumë qesharake, si gjë edhe për të ardhur shumë keq. Po me këtë që po ndodhin me kaq ndërtime që janë afruar afër detit. Më shoj kurreshti se sa herë që kaloj ande nga Bregdeti, them more që po afrohen çdo ditë afrohen ndërtimet, madje shkojnë mund kufi me ku lag deti, lag direkt, domethënë hotelin ose ndërtesën që po bëjnë atje. Çfarë rreziku ka? Ka një rrezik që nesër ne ndoshta themi që mbi tërmet ose me këtë goditje i japin kolbo detit që të afrohet më shumë. Deti çfarë dukurie ndodh domethënë? Largohet deti apo afrohet kur afrohen ndërtimet afër bregut? Shiko, unë jam i vetmi specialist në Shqipëri, i specializuar në Agjip në Milano, për qëllime nafte, po që më ndihmon në shoqërinë civile, që është luatjet e nivelit detit që do të thotë global sea level change, rritja globale e detit dhe rritja relative. Globale është që deti rritet për shkak të ngrohjes kohës tani. Dhe kur rritet deti do të thotë pushton më shumë tokë. Kjo po ndodh. Pra, ky që ndërton sot në Durrës, që po më pyet, me pak shkencë, me pak vëmendje, ai e kupton që këtu ka një ngrohje. Ngrohja do të thotë që dëbora në male nuk rri shumë, po vjen në det. Dhe imagjino gjithë male me dëborë dhe deti ngrihet nivelin. Futu dhe shkatrimin e pemëve që vjen. Bravo. 5 cm ngrihet vete, 2 cm. Ata e parashikojnë edhe 20, edhe 50. Që këtë na jep natyra, pra, logjika ose formula e natyrës. Por kur e dëmtojmë vetë pastaj? Në vend se pastaj vjen, kjo është globalja, pastaj vjen relativa. Relativa do të thotë që një zonë e caktuar, siç jemi ne, ka tektonikën ose procesin gjeologjik ka që ulet pak. Do të thotë që nëse ulet 1 cm dhe ngrihet 3 cm deti, do të thotë që 3 dhe 1 bëjnë 4, do të thotë që deti vazhdon duke pushtuar toka 4 cm. Pa, vjen shumë shpejt drejt tokës, sepse vetë toka jonë në shumicën e Bregdetit është me tektonik ulëse, ulet. Dhe pjesa e detit që ka shkodra e mlla antiklinale të, ato ngrihen pak ato, edhe ulet. Atë në vend se neve, qofse në kohën e diktaturës, ajo që kishte shkencëtar, kishte detin, ishte rera, zona bregore, dinte pylli, duna, edhe duna të mbollën me pisha. Rruga, pastaj ndërtimi. Pastaj ndërtimi. Kështu duhet të ishte. Atëherë këta ne kena çu rrugën fund edhe ndërtimi. Ne, bravo. Këta tash nuk pyetën as për pyll,
as për vibregore që lëviz, për këto shpjegime që po të bëj, që lëviz për shkak të ndryshimeve globale, po edhe ndryshimeve të vogla lokale që toka tek ne në përgjithësi ulet, duke qenë se ndërtimet janë me peshra të mëdha, atë toka ulet akoma më shumë. Dhe ka një proces që quhet subsidencë, ose që do të thotë që ai pallati nuk është se bie, po shtërmërohet edhe ulet zhytet poshtë, quhet zhytje. Kjo ndodh sepse rrera për një tërmet caktuar, të një lloji caktuar, kjo rrera lëngëzohet edhe quhet liquefaction factor, faktori lëngëzimi. Do të thotë që pallati në Amerikë, në Japoni, nuk ra nga tërmeti, po u anua ose u zhyt 3 metra, 7 metra. E ka Për sa kohë ndodh kjo për shembull për sa vite? Kjo ndodh më njëherë por me shkak nga tërmeti. Do thuash ti patë tërmet, po varet nga lloji i tërmetit, varet edhe nga lloji i ndërtimit se si e ka bërë ai atë platformën. Pra deti do të afrohet me kaq shumë ndërtime që afrohet. Çdo vit deti është në ngrohen e madhe, 1, është në zhytjen e lokale, 2, groja është akoma më e madhe, që ne s'kemi të borën për malet. Vazhdojmë, deti kishte një dun, që kjo duna gjithë të dun, që rrera që bie deti e mbronte, e mbante këtë detin që të vi këtej. Ne dajlanet i kemi të ndurës, divjak, të gjitha kanë dajlane. Pra kush dajlane? Tani janë të pritat, po këto pritat që bëjnë, apo këto janë dajlane? Këto pritat që kanë bërë që bëjnë disa rrugë brenda ndetit me gurë. E priti, ma kujtove, po. Çfarë ato? Se kanë shumë tu komplet. Atë janë budalla ku më i madh akoma. Kuptoj, ka fut me gurë 100 metra, 200 metra brenda dhe që pret dallgë, domethënë. Jam lërja. Kjo është prita, ky është deti. Ja bregoj. Ai ka bënë për. Atë kundërtoni parë i pritën atje në ku ishte Arabi që ka qenë News 24, ky prita e parë në Qeret. Në Qeret, po, ke Persigji. Edhe shita kabimi bëri, sepse deti aty vinte dhe grynte. Po. Edhe ai kujtoi se po të ndërtoi këtë ujë, ai e mbron. Edhe në një mënyrë, njërin anë e mbron ai, ana tjetër gryen. Vjen më fort. Vjen më fort, bravo. Ja, i gazetarë e kupton apo edhe. Edhe momenti që e gryen momenti që e gryen ka ana tjetër, se këtë i mbushte, mbath. Në anën e dijes, në anën e majt tash i mbath. Këtë i gryen. Tash për mos të gryer, se është ky pallati tjetër. E ndërton dhe ky një priti. Edhe arrin pritat, arrin deri në Ekurulla. Marzi. Po deri Marzi po duash ti, dakor. Është tup i madh edhe. Edhe themu që na ton merri një gjeolog themu. Që di diçka, do një gjeolog jo ignorant, kështu, inxhinier gjeolog. Edhe ai do ta shpjegonte shumë mirë. Do të thonë, që m'fal, se e kisha në mendje vazhdimisht teksa flet që e gjitha kjo për mua ju thatë që është e qëllimshme, po unë shoh një nivel ignorancë maksimal. Është në gjithë kaq sa kemi bisedën, vetëm një herë e përdore tani, po e gjitha kjo mund duket një ignorancë kaq e madhe. Po është ignorancë. Si mundet të shkosh domosdoshmë, edhe për te pjesës qëllimshme. Po edhe e ka vetë, po. Edhe unë i porosista, i them, edhe kam dhe miq, pjesë aty, ore mjafton një gjeolog me një kafe. Me një kafe. Po edhe po që pensionist, po edhe po që pensionist, po jepë 200 lekë se s'është jetë, 200 lekë djela. Jepë aty, jo mua, aty. Po fiton shumë. Dhe ti fiton shumë. Edhe ai në vend se ai të ndërtonte tash që si e bën Italia. Ndërtonte paralel me vijin bregore, ndërton ato muret, po jo pingull. Po ndërton paralel. Lej një boshllek, bregu parë. Bravo, bregu parë, bregu dy. Lej një boshllek, po aq, ndërton një tjetër. Që do të thotë që vala që vjen tash, nuk vjen e fuqishme në breg, po thyet këtu pra. Dhe ti aty që bën investim vertikal, ignorancë komplet, totale, ti e bëje paralel me bregun. Pra është më mirë po të bëhet kështu. Po paralel me bregun është më saktë. Edhe ti turruhet via bregut. Po kështu bëhet në Itali, se ka dhe në Itali. Në Itali ka, po ka. Po që atëherë do të thotë qeret golem, ti do të shëndëtuar disa segmente të mbushura paralel me bregun dhe ti do të thyje valën. Disa, jo të vazhdueshme. Jo të vazhdueshme, disa atje ku pika me rrezikshme. Dhe kaq. Kështu që është edhimshme. Po përsa përket pjesës ndërtimeve që bëhen kaq shumë për pjesën e shkarkimit të ujërave të zeza. Si bëhet atë? Si ai keni parë si e shohin ato si mundësi, si e kanë gjetë zgjidhjen. Ose zgjidhja se ato zgjidhjen nga gjetë zgjidhje duke shkarkullën det. Tash mua bie të ul kokën. Edhe i kërkoj falje popullit tim, se kjo është fjalë shumë populli shqiptar, që me gjitha dhe ekspertiza apo dituri i shkence, ne jemi specializuar burë gruar për trajtimin e ujërave të zeza. Kemi bërë dhe 1-2 eksperimente në një fabrikë në Berat, që punon edhe dim të trajtojmë këtë gjë. Dhe të jemi përballë faktit që në 120 pika monitorimi nga Ducati deri në Bun, edhe që të gjitha pikat janë ndotura dhe ta nuk i tregojnë ti. E para që e ullën pikat e monitorimit, nga 120 e kanë ullën 20, për mos patur probleme
me të vërtetën, me faktet. E para. E dyta, nuk ka lumë, prua, prosk, kanal, mos të derdhi ujat zeza 100% në det. Dhe e treta, njeri u vete lajt atjerë, e kupton do të... Si kam nga ta që si kam trajtu disa herën si tema këto maj sa kam njëri vetë që dalë të themë bëjnë në video, e gjithë bota thonë që ndet dhe shkarkohet. Por ka një proces, apo pra nuk shkarkohet aty ke bregu. Po jo, si është, ma shpjego pak, si është mënyra e para herë, ku shkarkohen? Po, shkarkohen në pika mbledhse. Që mund të jetë jo shumë e madhe se sipërfaqja. Që do të thotë që trajtohet me teknologjira ose me ato rolon të mlejnë, se për shembull marrim spilen. Po. Që unë bëra një studim, projekt, plazh dhe kisha dhe një studim të caktuar, shumë pak, shumë liçara si e ka, i mblodha disa herë bizneset, që të fillonte nga biznesi, 40 biznese që ishin shpërndar, i duhet pagonin një taks, që ata pagojnë shumë herë më tepër në këtë mënyrë. Nëse po të pagonin një taks të përbashkët, që do bëje pikërisht trajtimin me lagunazh natyror, ku sot shkenca është jo si përpara që trajtohet 1 metër kub për 10 metra katror, po trajtohet në sipërfaqe të vogla. Që do të thotë që mbasi e trajton uji që del mbas trajtimit mekanik, fizik, bie fjala, biologjik, kimik. Dhe uji që del e derdh kanal. Kanali e çon ujë teknik, jo ujë për të pirë, sepse është kosto shumë e madhe për ujë, por çon ujë teknologjik, ujë me norma që derdhën në det. Bëhet ishte lehtë fare dhe unë e kam bërë në 2-3 fabrika edhe këta nuk t'i qojnë me ati. Dhe ti ke soti komplekset turistike që ai u mbet herë më tepër duke njerëz të ndjeshëm nuk i vënë, nuk shkojnë me atje. Bravo. Tjetër, ai argjon që pagon taksat e shtetit, argjon inspektorët që i paguan që vënë kontrollojnë që se ke depuratorin, ndërkohë që po ti mbledhësh tore shumë herë më lart ose shumë herë më pak bashkëpunimi se i del më lirë teknologjia. Ose vendet tona fqinje për shembull. Si e kanë qenë me këtë formë? Me këtë formë. Të lutem shumë tash me këtë formë. Ose ai ka një impjant personal që kur vemi neve në Dubrovnik, në dimër, edhe ishte 180 euro ishte nata. Edhe gjithë shokët e mi drejtora ministrie, kjo kaq shtrenjtë. Edhe i them unë, pa i thash, ka një pyll para, ka ujë të trajtuar, ka energji nga dielli nga era, ka mbetet i grumullon, pra janë gjithë ato element që ai i bën, prandaj quhet me flamur blu dhe prandaj i vjen turistim tepër. Nëse ti dukesh sikur ti nuk argjon për to element, edhe ujë në pjesë aty, edhe ndërkohë ekziston mundësia, ndërkohë që ka inxhiniera sa duhesh, do teknike, gjeologë, hidrogjeologë si puna ime, që din ta menaxhojnë këtë ujë të zezë që vjen nga fshati i Spiles, ku ndërton 3-4 në gjofsh i lagje një të tillë, një fshat tjetër ka, le që ka impiante sot moderne, ka impiante sot të gatshme, që kërkojnë sipërfaqe sa zyra ime, dhe ajo e fut lagjen 2000 banor dhe ose ka si kemi mësuar në Francë. Me ka shumë sa densitet që është ndërtuar në do bësh rrjetë. Sa vjes për këtë pa kaluar nuk. A bëhet domethënë? Bëhet sepse ka teknologjira për frym, ka për 10 banor, për 200 banor, për 2000 banor, për 10000 banor, ka për frym sa duar. Gjithë lagjen e Spiles janë 4 lagje. E merr ato në këtë teknologji. A kanë lënë ato hapësirë territor për ta vendosur? Por në rregull ato ore para që janë sipër hotelit apo jo, dakor. Jo, dakor, bisha gati. Por një saklozyra që kërkon një saklozyra pra, sa është zyra 10 me 4 sa, kaq kërkohet pra për teknologji. Në variantin e lirë fare kërkohet lagunazh. Aty ta lagunazh që vetëm kaq orë të lutem eta them të fundit. Sa më çeket biseda me ty. Ai veç vetë ai u ka. Atëra hidhen në kanal me hidhen kanali. O i uruar. Hidhen në kanal. Po këtë kanali që natyra i rrit kallama kanalit. Ti pret. Po pri kallamin e i uruar. Pra se pa shu po më nxjerr edhe. Edhe një herë pra. Prije kallamin, prije. Më thoj pak. Dhe në 2 minutë. Ky kallami që ha mbetjet organike, ja, rritet prap, prije prap! Ti asa te nuk bën, nuk e pret kallami prap. Pra vetëm ka hidhen në kanal, atje nga Spileja, 7 km kanal, deri sa derdhen det. Këtë 7 km kanal që e ke me kallama, prije, pastroje. Vetëm ka i bëjti, edhe pastron natyra vet, pra me që deshe që bën natyra. Ndihmojë natyrën e uruar. Kaj. Që bën gresenet për ta syta ju. Kjo natyra që ne kemi shkatruar kështu, a zgjidhet për shembull po ta braktisim Tiranën, Durrësin, këto shtete që janë ndërtuar keq, për sa kohë do ta braktisim që të rikthehet natyra siç ka qenë më parë? Po, pyetje e vështirë kështu, për sa kohë. Jo, mjafton qofse praktisa e merr vetëm shpejt. Qofse ti bashkëton me atë apo në mënyrë miqësore me atë,
Ajo e merr vetëm për një kohë më gjatë 2-3-5 vjet, po e merr vetëm. Mos natyra, mos na ka dhënë ai kështu një shuplak, ndoshta më parë që po hakerremi ndaj. Po. Më përpara ka qenë kështu që Shqiponja i çonte Aber atij Zeusit. Zeusi godiste me hesht ata që ishin makutor, ose që ishin babzitur, ose që ishin që kishin bërë paullësi. Pa dy vit, dita që ti godasin e këta thua? Po pra, natyra, godet, po pse politikanët që ikin, vjen natyra i godet ata ti. Ashtu duket që e kapi Amerika Maduro ti. Po erdhi natyra, edhe punë e kësaj, pa i vajti ndurës ai, ky e ka çik më bon ralla. U trashëllu me vlla, për që për popin, po vjen frigjuar akoma po. Nga popull nuk vjen. A ka një rregull ju si inxhinier që sa do të jetë ndërtesa nga ndërtesa? Po jo, si jo më për shembull ka rregull që për shembull rregulli është i tillë. Qoftë unë kam saatin, një rregull nga ato veprat monumentale. Kam saatin e Tiranës. Prandaj më kanë bërë luftë të madhe atëherë. Saati i Tiranës është 40 metra i lartë. Do të thotë që ky 40 metra shumëzohet me një koeficient 1.7, që i bie 41.7 i bie 70 metra. Pra 70 metra këtej. Do të jetë 70 metra i lartë. Majtas, dhe 70 metra djathtas. 120. Larg. Që do të thotë që unë kur të shoh Sahatin apo Skënderbeun 70 metra, unë nuk syrim, nuk e kap, nuk do të ketë ndërtesë 2 metra, që ti më bie këtë godinë këtu, këtë monstruozitet, më bie kështu ti mua këtu. Atëherë i ra vlera këti. Kjo është për veprat monumentale. Për pallatet është që ti llogaritë lartësinë e pallatit, që quhet intensitet ndërtimi, e llogarit do lësh trotuarin 5 metra për pallat, do lësh pastaj, do lësh një hapësirë boshe 4-5 metra, pastaj trotuarin, pastaj rruga e biçikletave, pastaj 2 korsie apo 1 korsie e makinës. E njëjta gjë nga ana tjetër. Pra nuk ka mundësi kur që pallatet tona me pallatin përballë të jenë në distancë 50 metra. Më pak, të jenë distancë 20 metra. Ndërkohë do të ishin si në Amsterdam. Ku ke 20 metra? Po, 20 metra do thosh? Po, jo 20 metra. Jo, njëra anë me anën tjetër. Marrim këtë rastin këtu që kemi 2 korsi këtej, edhe 2 ande, 2 nga 3, 6, 12, edhe 2 trotuare, po më vjen 20 metra. Pra, njëra linje, një bulevardi ton, bulevardi po themun. Pa lëre pastaj pallat, do të jetë larg. Po pallate brenda në lagje për shembull. Sa do të jetë? Ato do të jenë ka rregullat ligji i urbanistikës që ky nuk i zbatoi kur. Ka rregulla që ndërtimet do të zënë 24% të sipërfaqes territoriale. Dhe pjesa tjetër është hapësirë publike, hapësirë për pleq, hapësirë për gratë stanzane. Që Tirana të shtrihet deri në Lezhë. Po të shtrihet, po patjetër. Mund të ndërtosh një downtown, mund ndërtosh me Gatacila. Pjesën tjetër do ta shtrish, sepse do ta bësh me qyteza. Dhe qyteza ta zëm meriton të ketë bibliotek, meriton të ketë universitet, meriton të ketë shkollë mesme. Ktu janë përzi ai vjen tash nga Shkoza, që dikur ishte 200 banor, sot është 10.000 banor, mund të jetë 80.000 banor Shkoza, dhe ajo nuk ka një shkollë mesme. Ajo nuk ka një teren sportiv Shkoza, do të vej ai nga Shkoza, rreth e rrotull të vej në Pezë që të luaj djali futboll. Pra, vetë ky qytet do të kishe universitetin, do të kishe shkollat mesme, do të kishe kopshe qerdhe, do të kishe hapësira futbollit, do të kishe stadiumin e vet. Po nuk ka pra. Tani u bën naza madhe, u bën rrugët, u bën këto, po bën ato, po hapet nga ish dogana, domethënë, deri në Rinas, ke kthesa për Rinas atje, po bëhet me 4 korsi tani rruga që prej, siç punojmë ne me ritme shumë kështu, studium i marrim me shumë. Ka vlerë? Ore ka trafik prapë, si shpjegohet domethënë. Ore po ka hinge vëllai. Ore ky edhe një herë. Ore më falë. Si shpjegohet që ka më shumë trafik sot më se sa vjen që ishte. Ore pyetën atë shokun tënd. Po fusi ka shumë gjëra domethënë. Ore atë, e pyetën atë. Ai gjati. Ai si pallosh i tha jo, si tha ne. E pyetën atë, çfarë do të kujdesshëm. Unë tha ai duhet të shoh shqiptarët në Rriyesht ai. Kur bëri lungomaren, po pse e bëre ngushtin atë? Ti shoh në Rriyesht. Të njëjtë gjë ka thënë shoku jot në Durrës, kur bëri bulevardin, i bëri me 1 korsi ato, që ti shoh në Rriyesht. Pra, ky parimi se japi mesazhe me këto. Mesazhe të tilla, po, shqiptarit vuajnë vëlla, projekt Çubillović, të vuajti, ti nxjihet jeta brenda. Dhe ai kur bën atje me 8 korsi, ose ç'u duhet mua që unë Elbasan veta për 10 minuta, kur atje ri 2 orë ke. Se është hing. Ke hinga. Ndërkohë që fare mirë. 10 minuta deri këtu për 10 minuta, rri këtu 2 orë. Bravo, 2 orë. Ç'u duhet mua? 3 kursi, 2 këtej, 2 këtej në Elbasan.
Uri sta vetë atje 2 kilometra, baj rallën, në vend se unë të kisha një bypass për shkuar Lushje Berat, një bypass tjetër për shkuar Librash Progadec. Baj edhe ky që shkon drejt për në Elbasan. Të tre bëhen bashkë. Pra, atë që ka bërë autostradë, e ka bërë që 10 lek, jo të ndërtoj për ty, pra. E ka bërë për vete, pra, atë. Se po t'i që ta bëndet, ta qonë në fund. Janë magnet për vjetë. Magnete, për të vjetë. Dhe pandaj e ka ndërtuar. Edhe unë di rastin në 2005, një shoku ngusht i kryeministit, që sot është përjashtu nga partia, një shoku ngusht i ti, që luftonte për ata atëherë, tha, ai punon dhe vjeta. Pasandeti shikta në fakta, ai vjetë dhe punon dhe. Në 2005 që gjoja u qfajt si punëtor, ai punon po vjetë, djelin gjithë e pa ai punon dhe vjetë. Ndeti pak edhe tha, jo, vjetë dhe punon dhe. Se gjoja punëtor i madhë këtë me spak, që do dhe atje, pra i them gjithë shqiptare, i bëj thirrje shqiptare, meni situatë ndorë, i bëni thirrje djemve, gocave që kini jashtetit, të vi një klasë e kulluar, pa të kaluar të hidhur. Po pa kaluar të hidhur jo ata, po prindit e tyre. Ka të drejt vit djali imti, që pa i darë shpirti babait, a i do visë së bënë këtu, do visë së bënë dhe. Pa më shqy që ka një specializim, po do të ndjeki testamentin, pra, di që tot mos gjithë. Vërë të lutem e di që tot mos gjithë testamentin, nuk të ecën kur një jetë. Kjo është testamentin, me testamenti. Edhe do vi, edhe do formoj një grupë njerëzish të ri, ne mosha jonë, ti e bërë mosha ime, ose dhe unë po qërë gjallë, i mbështesim të ri, pra ne dhe vete kja dhe t'i klapej, ta mbështes të ri unë, së më duhet fare. Mirë, ke ndoj mendim të keqë pra të dakor, pa ta tjerë që janë aty, pra ne i bëjë thire gjohë shqiptarit, të dali, të pastroj shpirtin e vetë, të protestoj, që të pak të mos tjetë bashkëpunëtor me qeverinë, vetëm për kajtë do të protestosh me, që unë nuk jam e ty më dhe. Si të tjerë të bje që jam bashkëpunëtor. Po pa tjetër një popull e thonë Oskari, thoi që ka dhe, emrin e madhe Oskar, një popull që nuk ngrihet kundër qeverinë që vjetë, i bje tjetë bashkëpunëtor me te. Po pse dalën pa? Të letë më gjejë në njëri, po të tojnë fjalë, që diku ke vendorët. E jam krenarë, sot, jo me atletiku, me këtë domë dhe, kush dali, do vete, edhe vetëm do vete. Do vetë të pastroj shpirtin për të reguaj që si jam bashkëpunëtor me ty, o mortje, o i dështuar, jo ti vetëm politikan, po edhe i djatje, sepse edhe i djatje pas kanë ndërtimet për bashta, pronat për bashta, ti më bërë mua, a i tjetë delë për mbrojtur familjen, kur i tha i Shkodani, unë dola dhe kam investuar miliona euro, dhe i kam shkatru familjen për pëdën dhe. Ti kërkon të mbrosh familjen vetëm tënden. Pra, gjerat të tilla, Shqipëria më di, ke parë në Trumpit toj partia republikane, Amerika thot ai më bëjë. Nësa ne themi akoma partia demokratike, partia socialiste, partia leshit, pësirë Shqipëria më bëjë, adheu, nga vetë fjala dhe më mëdhet. Që shkonë si ti e një dhe, po ti qa po jep. Qa po jep. Tjetër, John Kennedy, nuk kanë si qa bën vendi për ty, qa bën ti për vendin tënë. Kjo është ajo që të mban ty gjallë. Qa jep ti më sot, po jep diçka. Ti po bën një thirrje me mua bashkë, po bën një thirrje, qa interes të ketë? S'ke interes, unë s'kam interes, lash gjysore, edhe po i flas njerëzve, po bëj thirrje. Ti japësh adeuti. Kjo është thirrje që mund të drejtohet për këto gabime, për këto gafa, për këto krime që të bëhen, se nuk është se këta bën diçka, po ka dhe gabime, ka dhe tmeta. Po ti je komplet, 99% je krim, edhe 1% ndoshta përfiton hapësirë gjë publike, një vepër sa me kryer. Besueshmëri. Kjo është e gjitha. Zoti Guri, të falenderoj shumë. Falenderoj edhe unë ty.